Kërkesa kryesore është largimi i kryeministrit Edi Rama. E në fakt vetëm 2 javë më vonë demokratët do t'i drejtojnë kutive të votimit pikërisht për të zgjedhur kryetarin ose ndoshta me shumë gjasa për të votë besuar Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike. Unë kam të ftuar në studio zotin Ilir Ali Mehmeti, një nga zërat më aktiv në Partinë Demokratike, por edhe jashtë saj. Të falenderoj shumë. Faleminderit për ftesën. Dhe 2 procese që po ecin paralel, del më e fortë Partia Demokratike nga këto zgjedhje të brendshme, apo ndoshta shtohen të tjera debate? Po, zakonisht këto duhet folë mbas zgjedhjeve, se duhet pa dhe rezultati zgjedhor, sepse ju me të vërtet thoni se është e para me datë 23 maj, po pastaj është krejt Partia Demokratike që hynë zgjedhje. Pra që duke fillu që nga Këshilli Kombëtar, se degët paka shumë po mbarojnë, akoma s'kanë mbaru gjitha degët, po janë në proces. Janë në proces. Edhe degët, por do jetë dhe Këshilli Kombëtar, por do jetë edhe kryesia, por do jetë dhe sekretariatet, pra gjitha pozicionet e me radhë. Kështu mendoj që një opinion më i plot bëhet tikun qershor, se atëherë mbaron si përfundim. Pra besoj unë gjysma qershori duhet të ketë përfundu procesi i plot. Nëse marim edhe zgjedhjen e kryetarit. Po, unë mendoj që nuk është se ka ndonjë dyshim tek zgjedhja e kryetarit, nuk besoj se ka pas ndonjëherë ndonjë dyshim nga ky drejtim, qoftë në opinion publik, qoftë brenda Partisë Demokratike, pra kush do ishte kandidatura, si do procedoje me radhë. E hapur ishte një vendim, siç e lexova unë për kriteret për kryetar, ishte një vendim goxha i gjerë, në kuptimin që patjetër duhet të jetë një figurë e lartë, kuptime rajonal ose kombëtar, se fundi fundit po garon për kryetar të opozitës, se kur je kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i opozitës, virtualisht kryeministrin hije. Me një kohë veprimi brenda Partisë Demokratike rreth 10 vjet, mos gabohem unë, edhe kjo bën sens, pra nuk mund të shkosh që ditën e parë me një herë, dhe mund të shkosh, po e sigurt që nuk fiton dot brenda strukturës, se neve e njohim se si funksionon struktura partijake, e pastaj zbatimi i ligjeve përkatëse Republikës Shqipërisë, edhe kjo është diçka e kuptueshme. Pastaj, në fund fare ditës, mos gabojun, sot mbaron afati i aplikimeve, do i presim dhe aplikime deri në fund. Janë, ose nuk janë pranuar, ose janë refuzuar disa kërkesa, sikurse ajo e Viko Kalarit, Ervin Saljanit dhe në mos gaboj e Alesia Balliut. Po, nuk e di, unë jam pjesë e komisionit, por në parimin tim, unë i mendoj bëj pjesë të një mendim politik pluralist, që mendoj që gjithë kush, çdo lloj force, apo çdo individ, apo grupazh, apo parti, apo qunit si doni juve, ka drejtën të aplikoj për të votu, nëse votohet mirë, nëse nuk votohet, prap do heci përpara ai që do të votohet e me radhë, por ka një komision, ka një rregullore që cakton x gjëra, pra i drejtohen me aplikim komisionit, komisioni pastaj përgjigjet. Pse qyshtek japin ata arsyetimin pse. Unë jam mendimit që gara është e hapur kësa kohë kriteret që neve folëm pak më parë janë